Pse njerëzit inteligjent shpesh janë të trishtuar? Në histori kemi parë dhjetra njerëz me mendje të jashtëzakonshme, por me shpirt të trazuar. Nietzsche, Van Gogh, Kafka, Sylvia Plath, Robin Williams. Si është e mundur që dikush që kupton aq shumë botën nuk gjen dot qetësi brenda vetës? 1. Inteligjenca rrit vet analizën dhe vet analiza lodh. Njerëzit shumë inteligjente kanë një mendje që nuk pushojnë. Ata analizojnë fjalët, ngjarjet, vetveten, të shkuarën, të ardhmen. Çdo situatë për ta ka stresa të padukshme që njerëzit e tjerë nuk i vënë re, dhe sa më shumë analiza, aq më pak qetësi. 2. Ndjeshmëria e lartë i bën të ndjejnë dhimbje që nuk u përket. Shumë prej tyre janë të ndjeshëm deri në pikën e lëndimit. Ata e ndjejnë padrejtësinë, dhimbjen, konfliktin, tragjedinë, sikur të ndodhin atyre personalisht, njeriu që sheh më shumë dhe ndjen më shumë. 3. Inteligjenca krijon vetmi. Kur botën e sheh ndryshe, është e vështirë të gjesh dikë që e sheh ashtu si ti. Bisedat e zakonshme bëhen të lodhshme, rrethi bëhet i vogël, mendja bëhet ishull, vetmia nuk vjen nga mungesa e njerëzve, por nga mungesa e atyre që të kuptojnë. 4. Perfeksionizmi i sëmurë. Sa më i mençur të jetë njeriu, aq më të larta i ka pritjet ndaj vetës, por pritjet krijojnë presion. Presioni krijon zhgënjim dhe zhgënjimi shpije në trishtim. Ata nuk janë të pakënaqur se s'bëjnë mjaftueshëm, janë të pakënaqur se e dinë që mund të bënin shumë më mirë. 5. Frymëzojnë të gjithë, por e harrojnë veten. Shumë mendje të mëdha japin dritë për të tjerët, por nuk lën pak dritë për vete. Janë mësues, krijues, shpikës, por kur mbyllë dera, shpesh mbeten të zbrazët. Mbyllja. Jo çdo mendje e madhe është e lumtur, por shumica lë gjurmë që zgjasin më shumë se sa dhimbja e tyre. Lexoj Hysni Baliu.